Një bisede sinqerte dhe private është zhvilluar mes Mateos dhe Brikenës në ambientet e jashtme të shtëpisë, ku fokusi ka qenë te ndjesitë e tyre pas ndarjes së përkohshme nga izolimi. Pas dinamikave të fundit që i mbajtën larg njëri tjetrit për shkak të ndarjes në grupe, Mateo ka kërkuar të dinë nëse banorja e ka ndjer mungesën e tij gjatë kësaj kohe. Gjatë bisedës ai e ka pyetur atë drejt për drejt: "A ma ndjeve mungesën?" Fillimisht Brikena hezitoi, duke u shprehur se ajo vlerëson momentin kur e ka një person pranë, por pas insistimit të tij, ajo e pranoi duke thënë: "Pak, se kohët e fundit kemi folur më shumë, kemi ndenjur më shumë bashkë." Kjo përgjigje, e shoqëruar me një buzëqeshje të lehtë, u duk se e kënaqi Mateon, duke përforcuar idenë se lidhja mes tyre po bëhet gjithnjë më e fortë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.